Unë uroj që s'parit kemi proces të mbarë zgjedhor. Fatmirësisht Kosova tashmë me ndoshta gati se një dekadë shquhet për një maturi dhe seriozitet të gjithë, edhe qytetarëve, institucioneve dhe partive politike gjatë procesit zgjedhor. Domethënë asnjëherë deri më tani, pas kryerjes së procesit zgjedhor, nuk ka pasur kontestim të rezultatit, që tregon kredibilitetin e lartë të vendit tonë në raport me mekanizmin kryesor të demokracisë, mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe fair. Përjashtim janë përfaqësues është paksa absurde për partitë të cilat, domethënë në raport me peshën politike dhe besimin që e marrin nga qytetarët, të kenë kërkesat si parti në të krahasuara ose paralel me partitë ose me partinë fituese. Dhe kjo po e sjell këtë ngërçin në të cilin pritjet, kërkesat dhe dëshirat po të shkojnë mbi mundësit apo mbi mandatin që ata po e marrin nga qytetarët. Krejt çka duhet për të pasur institucione të formuara pas 7 qershorit është respektimi i vullnetit qytetarëve në 7 qershor. E njëjta do duhej ose do të qëndronte sikur të respektojë mirëfilli vullneti i 28 dhjetorit. Unë e kuptoj edhe kërkesën për kompromise politike, po përtej asaj se çfarë kanë dhënë qytetarët është e pakuptim të kërkohet të miret në tavolinë të negociatave. Situata politike aktuale, në veçanti shpërndarja e kuvendit, e pamundson procedimin e një mëri projekt ligjesh të cilat edhe do të ishin në ndihmë për sektorin privat, por edhe për gjithë qytetarët. Ne përmenda projekt ligji për inovacion dhe ndërmarrësi, projekt ligji për kamat vonesat, që drejt për drejt do i ndihmonin bizneset të kenë edhe afarizëm më të mirë, por që në shumicën e rasteve kur kemi të bëjmë me funksionalizimin e trupave, për shembull mekanizmi për shpalljen e investitorëve strategjik, ne jemi të vetëdijshëm që këto të gjitha do të kenë vonesë tek promovimi ose tërheqja e investitorëve të huaj. Prandaj është më së domosdoshme që menjëherë pas procesit zgjedhor, me një rezultat të qartë dhe me një respektim të vullnetit të qytetarëve, të formohen institucionet